Bismillahirrahmanirrahim. Të flasësh për dëshmorët është një mend shumë e vështirë. Mirë, po në anën tjetër është e pamundshme të vijë dita që duhet t'i përkujtojmë ata e të na ikajë. Ditë e shtunë 31 janar është dita kur të tretë bashkarisht tok edhe pangjashëm në vestovën e vushtrisë u përjetësuan në altarin e lirisë Zahir Pajaziti, Hakifzinullahu dhe Edmond Hoxha. Ata të tretit i bashkante ideali, i bashkante qëllimi, i bashkante synimi i përbashkët për shlirimin e Kosovës edhe bashkimin e saj me Shqipërinë. Një amanet, një ëndër edhe një tentativë shekullore, ndoshta edhe më shumë nga shumë gjenerata për të ardhur deri këtu ku jemi ne sot. Nga kjo kohë ose nga kjo largësi, kur i kujtojmë këta të tre, Zahirin, Hakifin edhe Edmondin, padyshim në njërin anë kemi shumë emocione, mërzi, ndoshta edhe pikëllim, për shkak se sa më shumë që i njohim, sa më tepër që dim për ta, padyshim nuk arrim jo vetëm t'i kapim e t'i arrim e të bëhemi si ata, po edhe në anën tjetër, në vazhdimsi dhe në përditshmërinë tonë, nuk jemi në vijen edhe në hapat edhe në rrugën e tyre, që ishte një e vetme, sa duhet dhe 100%, ndërsa në anën tjetër kur kujtojmë mirësitë e shumta që i kemi e i posedojmë e i zëtrojmë, duke filluar nga liria, nga siguria, nga besimi, nga ajo ndjenja e përditshme që nuk vrehet, nuk venerohet, që besa për to edhe nuk falenderohet sa duhet, për të dalur, për të blerë, për të shëtitur, për të mbledhur, për të akumuluar, njërë që pastaj ato t'i harxojmë nëpërmjet tyre të blejmë shumë gjë. Pra, në një anë vazhdimsi sa herë matim veprimtarinë, angazhimin ton, mërzitemi i çik, sepse nuk jemi ato ku duhet jemi. Në anën tjetër, nga kjo largësi shumë vjeçare, padyshim e nxjerrim pa se sa shumë është dhënë për këtë liri, për këtë pavarësi, për këtë flamur e për këtë ushtri, për këtë kufi që e kemi cep më cep, e kemi gjithandej, që edhe një ditë të vije kur ja bashkangjesim e bëjmë bashkë me atë anën tjetër. Zahir Pajaziti, Edmond Hoxha, Hakifzinullahu, Ilir Konusheci, Afrim Zhetia, Bahri Fazliu dhe gjithë dëshmorët edhe Ali Ajetin dhe gjithë dëshmorët aktivistët e martirët duke e përfshirë edhe Ilfejt e Humodhin, e mentor Humodhin, edhe plot që unë ndoshta nuk i njoh, e ende s'kam arritur domosdoshmë të lexoj e të zbuloj, padyshim na mësojnë disa gjëra. Vëllazër, na mësojnë se sa është me vlerë dhe me peshë liria, andaj duhet ta ruajmë, duhet të shërbejmë, duhet t'i adim vlerën, peshën edhe kimetin, që realisht ajo pastaj përkthehet duke u munduar, duke u angazhuar, duke u përpjekur që të shërbejmë edhe Kosovës edhe Shqipërisë. Në anën tjetër, ja dim peshën edhe vlerën e lirisë duke mos e keq përdorur, edhe duke mos punuar me të kundërtën e asaj që na mëson dhe për tek e cila na therrët vetliria. Së dyti vëllezër, mësojmë një gjë më rëndësi, që kur krijohen grupe edhe njerëz që si piknisje edhe në mish edhe në gjak e kanë idealin, e kanë synimin edhe mëtimin e qiltërt, të pastërt, të kulluar, padyshim ato nuk mungon edhe suksesi. Shumë gjenerata, me miliona vite burg të veprimtarëve të shumt nga gjitha tregut, për të ardhur deri te kjo liri e deri te kjo pavarësi që në bazament edhe në themel të saj e ka gjakun edhe
sakrificën të dëshmorëve, të martirëve, të grave, të fëmijëve, të vrarë padrejtisht nga dora e shkallë. Një gjë tjetër që na mëson kjo veprimtari, edhe kjo jetë, jo vetë jetuar, po edhe jetë e shkruar atyre nëpërmjet hapave dhe gjurmëve të tyre, na mëson edhe një gjë tjetër. Sa është e rëndësishëm edukimi i brezave nëpër familjet tona. Zahir Pajaziti, Hakif Xhenullahu, Edmond Hoxha dhe jo vetëm, u qiltërsuan, u piqen, u ngjizën me ideale dhe me synime të larta. Mbi gjitha u ngjizën dhe u mësuan dhe u edukuan dhe u kalitën që kurrëherë çizmen e armikut huaj mos ta pranojnë edhe asnjëherë e për asnjë çmim deri në fund mos të nështrohen asaj. Në anën tjetër amaneti gjithë dëshmorëve, ëndra e tyre. Dhe porosia e fundit e tyre ishte që shqiptarët duhet të jenë të bashkuar, asnjëherë ndaret. Për çfarë mbi gjitha amaneti i tyre ishte që ai kufiri, i cili është një, e është si me dhanë i bashkuar, e i mishruar, e i përpjestuar nën qiellin ngri, të jetë bashk, kurrëherë mes atyre dy kufive mos të ketë pengesë edhe mos të ketë ndarje. Kjo është pak a shumë ajo që mundemi ose mua që më kujtohet tash edhe shpejt në këtë përvjetor të Zahir Pajazitit, të Hakif Xhenullahut dhe të Edmond Hoxhës. Ne kur nuk i harrojmë amanetet edhe porosit, atyre janë padyshim dritë, busull edhe punë e përditshme e jona ma çka dim, ma çka posedojmë, ma çka mundemi për dobinë e shoqërisë, për ardhmërinë e fëmijëve, e rinisë sonë, dhe mbi gjitha për atë amanet që është intens, historike, që nuk zvetnohet, nuk asgjësohet, nuk lihet anash asnjëherë, po sa kaq gjithë secili jeton edhe vdes me atë dëshirën edhe me atë zhigun e madh që ato dyja një ditë të bëhen bashkë e mos tahen asnjëherë edhe kur më. Lavdi i qoftë Zahir Pajazitit, Hakif Xhenullahut dhe Edmond Hoxhës. Allah i mandu shumë, i mëshiroft, i pranoft. Ne jemi afër Ramazanit. Ata tre, atë ditë kanë qenë agjërushëm. Andaj kur janë marrë teshat, domthon për të larë xhenazat e kështu me radhë, në rrobat e gjithë secilit i janë gjetur disa hurma, të cilat i kishin marrë me vete që përgjatë rrugës ta çelin agjërimin. Allah i mëshiroft, e takimi me ata dhe ju vetëm qoftë në xhenetin e tij. Allah i mandush na bëft edhe neve dhe juve për atyre që kurrëherë nuk e harrojmë amanetin e tyre, kurrëherë nuk e shqitim nga vëmendjet tona, nga ndjenjat tona, nga mëtimet tona, sakrificën edhe gjakun e tyre, u bëf gjaku i tyre dritë për neve që kurrëherë mos korruptohemi edhe kurrëherë mos ta lëshojmë edhe mos ta lakojmë rrugën e tyre. Lavdi edhe një herë Zahir Pajazitit, Hakif Xhenullahut, Edmond Hoxhës, Ilir Kunushevcit, Fahri Fazliut, Bahri Fazliut, Afrim Xhetis, Ali Ajetit, Ylfete Humollit, Mentor Humoll dhe gjithë atyre që dhanë gjithçka që ne jemi sot këtu ku jemi. Ju lut i Madh Zot e na bëf shërbëtor të dinjitetshëm për Kosovën edhe për Shqipërinë. Na takov Zoti gjithmonë hajër mirësi, faleminderit shumë.